Pak ditë më parë, në ceremoninë e Shkodra Sport u vlerësua si njëri prej personazheve, 10 personazhe më të mirë të vitit 2024 për sportin shkodran. Ju munguan në ceremoni, po gjithsesi besoj që keni pas emocione. Normalisht që po, edhe Xhej Rosin ju falenderoj shumë se s'kesh prezent atë natë ke i madh. Faleminderit shumë për meritat. Gjithmonë kur vlerësohesh, është bukur për një sportist? Patjetër që po, është një emocion i veçantë, kur e di se ashtu të shpërbly puna e palullshme, ton ditë e vështira. Çmimi u mor nga babai juaj. Besoj që edhe ai ka pas emocione kur është përmendur emri i vajzës për sukseset e saj. Normalisht se po, se është gzull vaj, duke ditë se është bashkëkollëtar bashkë me mua në këtë sport, se të dy e pëlqejmë si sport edhe kena dhënë maksimumin edhe kena kontribu shumë për këtë sport. Si ka qenë viti 2024, pavarësisht se ju u shpallat në sportistët më të mira, por realisht e pristit një cëri të tillë ku mbi gjitha besoj që ka spikatur kampionati ballkanik. Si çdo sportist, viti ka faza, ngritje ulje, po për mua ka qenë një hall, edhe ka qenë e papritur, na din me u shpërblyer këtë lloj forme të pjesa ballkanikut, edhe të çmimi, një shumë krenare për veten. Dhe këto suksese do të jenë një motiv më shumë për të bërë edhe më mirë në të ardhmen, besoj. Po, normal, kjo është edhe një shtys për mua që këtë vit, edhe vitin e ardhshëm, edhe vitet tjera me punu më shumë edhe normalisht me më shumë medalje. Kur thua këtë vitin e ardhshëm, vitin tjetër, duket që do të mbeteni gjatë në sportin e judos. Po, kam qef me vazhdu si sport, se ma shbo pjesë e rutinës, model jetese, nuk e kam vetë hobi, e kam për ma gjatë, synoj shumë më shumë. Dhe pikërisht përse synoni më shumë, keni shkuar në një shkollë të mirë, siç është shkolla kosovare e judos, aty ku po ju studioni dhe stërvitjen e tashme. Po, jam shumë, edhe njerë shumë e privilegjume se jam këtë shkollë të sportit, dhe shumë falenderuese se jam pjesë e ekipit, një ndër ekipet më të mira në botë, ekip olimpik, ku janë shpall 4 olimpista. Dhe ju tashmë do të mundoni të ndisni rrugën e këtyre fituesit të olimpiadave? Patjetër që po. Me gjithë shef edhe me shumë forca, po. Po flasim për judon. Po pse ka zgjedhur Kasandra Kovaçi të jetë një judiste? Atëherë judoja si sport. Filozofia e saj është disiplina. Nuk është vetëm aktivitet sportiv ose diçka që mundesh me thonë që është vetëm me forcë. Është përmirësimi vetes tone, një mod me përmirësu anën psikologjike, ka në thelb respektin, vetëmbrojtjen, janë shumë gjëra të tjera përveç asaj pjesës forca, është thjesht diçka që të rrit menderisht. Dhe kush ju shtyll të merresh me këtë sport? Babi ka qenë iniciatori i parë dhe shtysa jeme e parë për me prek këtë sport. Dhe si rrëlloi bashkuat me familjen Shkoza? Po. Ajo që familje që ka dhënë dhe po vazhdon t'i jap shumë për këtë sport në Shkodër dhe në Shqipëri. Po, e vërtet. Çfarë synon në Kasandra Kovaçi për vitin 2025? Synimet për 2025 është e para kryesore për përmirësimi profesional, suksese ndërkombëtare, me më shumë medalje inshallah. Kush është njeriu që gëzohet më shumë në familjen Kovaçi për sukseset e Kasandrës? Veçanërisht, du me veçuar zhyshi jam, e kam tifoz zjarr. Mrapa vjen mama dhe baba që janë mbështetja kryesore për mua, ma e madhe dhe më thonë, edhe motra jeme, partnerja e këtij sportit. Ndërkohë, kritiku më i madh kush është? Baba, vazhdon me ken baba, edhe trajneri gjithmonë. Ju ndihmojnë këto kritika për të përmirësuar dhe për të rritur nga ana profesionale? Normal që po, kritikat janë shumë domosdoshme dhe këshillat, për mua më shumë vlen kritikat edhe këshillat se sa fjalët e mira si mi thonë.
Kasandra, ju jeni një vajzë e re që keni zgjedhur për vitesh të merreni me sport. A është bukur të jesh një sportiste dhe për më tepër një sportiste me emër tashmë? Po, është bukur, kur e di se jam të punu edhe jam të dosh me ngrit vendin tem edhe ekipin tem, që edhe të rrit me marrë shembull nga diçka e mirë dhe jo nga diçka jo e mirë. Duke qenë se jeni në pej tashmë, atje ku po studioni dhe po merreni me sport, besoj që keni se çfarë të mësoni nga xhutistat kosovare. Po. Kjo është shkollë, si më thonë, je dy persona të luftu edhe është shumë e rëndësishme pjesa e respektit, pjesa e vetë kontrollit, me ditë me vepru në çaste strategjike. Kasandra, shumë kush ndoshta konsideron sot sportin kohë të humbur, po ju tha që është bërë pjesë e rëndësishme e jetës ky sport. Po, nuk është pse mu qujt në atë lloj mënyre pjesë e humbur kot e kohës, sepse sporti është një ndër, unë mendoj personalisht, sporti është një ndër aktivitetet fizike që jo vetëm të rrit fizikisht, po edhe mendërisht edhe psikologjikisht, unë është një jetë me kenë më i distinuar se sa si njeri i thjesht. Çmimin e Shkodra Sport si ndër sportistët më të mira, kujt e dedikoni? Me thonë drejtën Babs edhe profesorit Anton Shkoza. Babs për arsye se e meriton se ka kontribu ton jetën për mu, edhe profesorit që e falenderoj shumë edhe është një njeri për mua shumë motivues. Ndërkohë, Kasandra, jemi në ditët e para të vitit 2025. Cili është urnimi jot për sportin dhe sportistët shkodran, por edhe më gjerë? Inshallah, ky vit sa më i marë, me sa më shumë fitore, me sa më shumë forca, me arrit me ja dal mban edhe me çu Shkodrën tamam në nivelin e qytetit sporteve. Dhe Kasandra, kampione e Ballkanit fillimisht? Po, kampione e Ballkanit, ku majt në Tiranë, dola u shpalla treta për grup moshën teme, minus 63 kg. Dhe 2025 do të synoni vendin e parë natyrisht. Sigurisht. Kasandra, të falenderoj për këtë intervistë, si njëra prej 10 më të mirave të sportit shkodran për vitin 2024 dhe të urojmë suksese për karrierën vazhdim. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit shumë.